وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Idhujtarët u përçan në fe dhe u bën grupe, parti dhe parti të ndryshme, vetëm se mbasi ju erdhi dituria, vetëm mbasi ju përcull argumenti fetar. Pra, idhujtarët u përçan në fe dhe u bën grupe të ndryshme mbasi Allahu i lartësuar u açoi argumentin, mbasi e kishin të qartë rrugën e profetëve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata i shtyrin në përçarje dhe në ndarjen e tyre në grupe vetëse inati, kokëforcia dhe dëshira për të shkelur të drejtat e njëri tjetrit. Pra ishte kokëforcia në refuzimin e të vërtetës, ishte padrejtësia, ishte shkelja e kufive, teprimi, ai që i shtyri ata të përçahen dhe të ndahen në grupe. Kjo do të thotë se ne muslimanët duhet ruhemi, ta pranojmë të vërtetën, të nënshtrohemi të vërtetës, mos e kundërshtojmë të vërtetën. Duhet ruhemi, mos e refuzojmë të vërtetën me kokëforci. Të mos e kemi smirë njëri tjetrin. Se ka njerëz që nuk e pranojnë të vërtetën, se nuk do që të dalë e vërteta nga i tjetër, nga smira, nga xhelozia, pra nuk e pranon të vërtetën, nuk i nënshtrohet vërtetës. Këta njerëz kanë sjelljen e atyre që u përçan më përpara dhe u ndan në grupe, u ndan në sekte. Ka njerëz që i shtyn inati, urrejtja, armiqësia, që të flasin kundër të tjerëve, qoftë edhe në çështje fetare. Edhe kështu linjë përçarjet, shkaktohen sektet. Në shumë raste, përçarjet, sektet, devijimet vijnë nga dëshirat e nefsit, siç ka thënë Allahu, baghyan bainahum, nga padrejtësia, dëshira e keqe, dëshira për shkeljen e të drejtave të tjerëve. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. Po të mos ishte fjala që Allahu i lartësuar e ka paracaktuar se ata do të kenë afat deri në një kohë të caktuar, pra që atyre do të ushtrohet dënimi deri sa të vijë dita e Kiametit, dita e llogarisë, laqudiya bainahum, do të ndahej gjyqi mes tyre dhe mes kundërshtarëve të tyre. Pra Allahu i lartësuar do t'u jepte dënimin që në këtë botë. Por Allahu i lartësuar ka paracaktuar që do të marrë në llogari njerëzit në ditën e gjykimit. Dhe idhujtarët atje do ta vuajnë dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Po të mos ishte kjo që ka paracaktuar Allahu i lartësuar se ata do të kenë afat deri në ditën e gjykimit, atyre do t'u sillte Allahu i lartësuar dënimin që në këtë botë. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Vërtet, ata që u është dhënë libri pas tyre, pas brezave të mëparshëm, janë në dyshim në çështjen e imanit, në çështjen e fesë. Dyshim që i çon ata në mëdyshje dhe në përçarje. Allahu i lartësuar këtu ka folur për jehudit dhe krishterët.
të cilëve Allahu i lartësuar u zbriti librin. I zbriti librin Musait, i zbriti librin Isait, Musait i zbriti Teuratin, Isait i zbriti Injilin, por pasuesit e këtyre profetëve, me kalimin e kohës, me kalimin e brezave, u përçan dhe u hyn dyshimet e çështjet e fesë. Dhe dyshimet që kishin çështjet e fesë bën që ata të ishin të lëkundur dhe ata të ishin të përçarë. Prandaj muslimanët pra duhet që të marrin dituri, duhet që të punojnë me diturinë, duhet të nënshtrohen të vërtetës, duhet të ruhen nga përçarja, duhet që të ruhen dyshimeve, të mos kenë sjelljen e udhëtarëve të librit dhe i dhujtarëve më përpara, të cilët u përçan, refuzuan të vërtetën, devijuan nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga të këqijat. Allahu shpëlbej me të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.